Mirdita, përshëndetje të dëgjuesit dashur, studio hapur me ju. Në këto temperaturat larta, sigurisht duhet kemi kujdes të gjithë për shëndetin. Për këtë sigurisht duhet përkujdesemi ne vetë, por edhe mjekët të cilët natyrisht janë në terren, mirë po dhe ata që në brenda në për ordinanca. Në këtë rast, ne do të bashkëbisedojmë me një mjek i cili me të vërtetë është në shërbim të popullit gjithmonë. Është një mjek me cilësi shumë të larta dhe me zotimin e tij vërtet bën çaj me vërtet krenohemi. Është zotëri Isra Plakolli, udhëheqës së shërbim paliativ në apo shtëpiak, mjek specialist në ÇKMF të Prijevës. Përshëndetje, mirëdita doktor. Përshëndetje zotri Enver, përshëndetje Radio Llapit, gjithë dëgjuesve tonë. Faleminderit që vërtet gjetë kohë dhe po shfrytëzojmë rastin të bashkëbisedojmë për shumë çështje të cilat vërtet i kemi dhe për këto ditë të vapës të cilat na kanë kapluar sigurisht. Të adorojmë. Cilat janë rreziqet më të mëdha për qytetarët gjatë këtyre ditëve të nxehta, edhe kush është më i prekur nga kjo vapë? Po, të gjithë neve jemi dëshmitar këto ditët e fundit apo javët e fundit se temperaturat kanë rritë një ekstrem, si me thonë, me që raste dhe rrezikojnë shumë shtresa të popullatës. Temperaturat e larta gjatë verës afektojnë të gjithë njerëzit, por një kategori e tyre kanë mundësi të afektohen seriozisht. Ekspertët vojnë kujdesin e veçantë të të moshurit dhe të veçlit. Çka ndodh kur atakohemi nga temperaturat e larta? Ndryshimet e para do të vërehen në enët e gjakut të cilat zgjerohen. Do të mundohem sa më thjesht të bëj këtë elaborat për arsye se shumica e popullatës kësaj dëshirojnë edhe që ta kuptojnë më mirë. Pra, kjo bën që të bie shtypja e gjakut. Neve thamë se zgjerohen enët e gjakut prej temperaturave të larta dhe me zgjerimin e enëve të gjakut atëherë bie shtypja e gjakut. Me mekanizma kompensator, do të zemra mundohet të rrit punën e saj në mënyrë që të nivelizoj ose paraspeshoj shtypjen e gjakut apo tensionin. Dhe me këtë mund të psoj dëmtime të pakthyeshme. Sepse jo të gjitha zemrat janë të smura. Ato që janë të smura, kur e bojnë këtë kompenzim, ato kanë mundësi me psue defekte të pariparueshme, për arsye se mundohen jashtë mase dhe mund të kalojnë në gjendje tjera gjendje më trona patologjike. Gjithsesi do të kemi humbje të lëndzeve të këto gjendje, të temperaturat e larta, kur rriten enët e gjakut, atëherë mundësia është e madhe dhe humbja e lëndzeve, sepse enët e gjakut rrjedhin sasi të lëndzeve, rrjedhin hemoglobinën edhe në indet të veta. Indet mundohen me hudhë dhe përmes djersitje, kështu që bie në përgjithësi volumi dhe me këtë rrëmje të volumit kemi prishjen e balancit të lëndzeve dhe kriprave në organizëm, me që rast kemi gjendje tipike të dehidrimit. Çka duhet të ndërmarrin qytetarët për të mbrojtur nga vapa? Dhe a ka raste kur duhet edhe apo kërkojnë ndihmë urgjente të smurët apo pacientët? Po zotri Hysen, po këto janë gjendje shumë të shpeshta. Unë ndoshta pak të bëj një farë kronologji si njerëzit të dinë dhe çka ndodh në organizmin e tyre. Po, urdhëroni vazhdoni. Përpyetjen që më bone, e lëm pak më vonë, ta elaboroj plotësisht atë pyetje, por që jemi ende këtu te mekanizmat që çka dëmtohet ta di njerëzit, e kupton, sepse kur e dinë se çka dëmtohet, atëherë kujdesi është pa i shtuar. Pra ndikimi i temperaturave të larta në organizëm paraqet rritje dhe rrezik të gjendjet kronike. Do të thotë pacientët të cilët janë në gjendje kronike, e zakonisht me gjendje kronike janë pacientët e moshuar. Gjendje kronike janë për shembull pacientët me smundje kardiovaskulare, me smundje mentale,
me smundje respiratore ose të primorjes, me diabet, dhe që të gjitha këto gjendje do të kontribuojnë që së bashku do të kontribuojnë që të sillet deri te një sulm në veshk. Për arsye se të gjitha këto gjendje kontribuojnë që veshka ta ndal punën e vet, ta ndal filtrimin dhe me ndaljen e filtrimit atëherë do të prishet një përbalansi në organizëm dhe do të krijohen ato produktet ose intermediatorët përkundërtor që janë tomë shumë për organizmin. Pra, të shkojmë të gjendjet e temperaturave të rënda, cilat janë simptomat e para të një organizëm tepër i ekspozuar në temperaturat të larta. Pra, mos të ngatrojmë temperaturat e larta të ambientit të jashtëm, do të thotë që janë nga kushtet atmosferike me temperaturat e organizmit, sepse edhe në organizëm pa temperaturat jashtme të larta mund të rritet temperatura e organizmit dhe gjendjet dëmtimet janë të ndryshme nga këto të cilat vijnë nga temperaturat e larta të ambientit. Pra simptomat e para do të jetë fytyra e skuqur, lëkura e thatë e ngrënë, urinë e paksuar me ngjyrë të errët. Do të shihni, simptomet që thamë atje se veshkët do të psojnë një goditje akute është se do të paksohet edhe sasia e filtrimit të urinës dhe urina do të merr ngjyrë të errët. Këtë mund ta shohin vetë njerëzit dhe të bindën për shembull se do të kenë probleme. Si gjendje tjetër është jo interesim në ushqim. Do të hupet dëshira për ushqim ose apetiti. Pastaj është konstipacioni ose diarea. Mundet me qenë, do të thotë, edhe kapslloku, po edhe diarea. Diarea zakonisht vjen te gjendjet kur në organizëm kemi implikim të virusve, sepse edhe implikimi i virusve në këtë fazë ose në temperaturat larta një shtam i veçantë i virusve i cili invadon organizmin dhe për këtë arsye unë po flas edhe gjatë përvojës praksës përziershme në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në sektorin e urgjencës. Gjatë zonës verës kemi shumë njerëz pa numër të cilët vinë me të vjellra dhe diare. Kjo nuk temperaturat e ulta kanë sjellë te një virus i cili është zakonisht është prezent në këtë temperatura, ai virus quhet rotavirusi. Rotavirusi shkakton këto simptome, do të thotë që edhe matutje tek njerëzit me smundje kronike do të na komplikoj gjendjen. Pastaj kemi thënë të vjellura, kokëdhëmbje, nauze në përgjithësi. Nëse kokëdhëmbja në këtë raste nuk trajtohet, mundet ore gjatë të sjellë deri te gjendja e sulmit në tru. Po, mirë, desha të shtosh diçka mirë, po do të them se edhe pyetje tjera do t'i kemi. Natyrisht pyetje e radhës do ta kemi të cilën pra në këtë çast do ta kemi dhe sigurisht cilat janë sfidat më të mëdha që hasni kur dhe kujdesni për të smurët për shembull në shtëpitë e tyre, pasi vërtet ju jeni në atë pjesën e shërbimit paliativ dhe sigurisht keni për të na thënë. Po une me kompetencë shumë të lartë them dhe deklaroj se gjatë këtyre javëve, do të thotë javëve të cilat ka pasur rritje graduale të madhe të temperaturave, numri i pacientëve të cilët kanë kërkuar ndihmë nga sektori i shërbimit shtëpiak në qendrën të Podujevës është dyfishuar. Në base dhe mund të themi është trefishuar, sepse brenda orarit të punës, numri i atyre që kërkojnë ndihmë po shkon deri në 50-60 vizita brenda orarit 8-23. Do të thotë, krejt menjëherë të gjitha këto që u përmendën më parë, tek pacientët që janë me smundje kronike, është rrit nevoja e tyre për të kërkuar ndihmë mjekësore. Do të thotë, kemi numër
të madh numër të 2 fishuar, madje edhe të 3 fishuar të pacientëve që kërkojnë ndihmë. E sfidat e këtij sektori janë tani shumë të mëdha për arsye se edhe gati është e pamundshme që të arrihet të gjithë të i vizitojmë, do të është rrit kokëdhëmbja, është rrit problemet kardiovaskulare, problemet respiratore, do të thotë me primorje dhe sa edhe janë përkeqësue, kështu që sfidat janë të mëdha. Megjithatë, ne po bëjmë përpjekje të jashtëzakonshme, vetmohuese, në mënyrë që të arrijmë sa do pak të jemi afër pacientëve, i këshillojmë, ju japim terapinë adekuate, terapinë e cila do t'ua lehtësoj ose do t'u arrit kualitetin e jetës, apo t'u mboj kualitetin e jetës në një nivel të kënaqshëm. Zoti Strefi, po, do të vazhdojmë tutje me pyetje tjera të cilat i përkasin sigurisht këtij sektori apo kësaj fushë. Për dëgjuesit, çfarë është saktësisht shërbimi shëndetësor shtëpiak apo paliativ dhe kush mund të përfitojë prej tij dhe cilat janë kategoritë e të smurve që zakonisht përfshihen në këtë shërbim? Po ky shërbim tash veç sa e ka testuar 4 vjetorin, tash madje kemi hyrë në 5 vjetorin e funksionimit të tij. Neve nga menaxhmenti i qendrës kryesore të mjekësisë familjare kemi marrë një rregullore pune, të cilë pacient duhet të kontrolluan. Por me tekst veçantë, neve nuk i ndojmë pacientët për nga mosha, sepse smundje kronike mund të kenë edhe fëmijët, smundje kronike mund të kenë edhe moshat e mesme, smundje kronike gjithsesi që do të kenë edhe moshat e shtyra. Por që pacientët që kanë diabet, pacientët që kanë smundje respiratore, smundje kardiovaskulare, pacientët që përveç këtyre smundjeve kanë edhe smundje malinje do të thotë smundje malinje që janë shumë në rritje, sepse kjo patologjive që ka filluar të përfshijë edhe një numër të madh të moshave të reja. Prandaj, ndihmën u japim të gjitha moshave të cilët kanë nevojë, por me tekst të veçantë, kanë të pamundur qasjen e drejt për drejt në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Madje neve bëjmë trajtimin e traumave të ndryshme, të pastrimit të plagëve, gjendjeve postoperative, dhënia e terapisë infuzive, e kështu me radhë, do të thotë kateterizime të ndryshme, është një gamë e gjerë shërbimeve të cilat ne i kryejmë brenda ditës. Do që neve mendojmë se hapja këtij sektori ka qenë shumë me vend, edhe jemi duke bërë punë të madhe, punë të lakmueshme, punë e cila po besojmë edhe nga fjalët e opinionit se kanë lavdata të mëdha për punën tonë, natyrisht edhe punën e menaxhmentit, sepse është bënë një punë e madhe, është bënë një ndihmës e madhe, e qasja drejt për drejt në shtëpi të këta pacient të cilët e kanë në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër e kanë të pamundur qasjen në drejt për drejt të mirë. Cili është roli i mjekut dhe infermierit në këtë shërbim? Po, mjeku gjatë ditës pranon një numër të konsiderueshëm të pirjeve të cilët kërkojnë kontrolla. Do të thotë, roli i mjekut është marrja e anamnezës, përshtatja e terapisë me rrethonat. Do të thotë nëse terapia e morën nga mjekët specialistë të niveleve të ndryshme ose të tekve të ndryshme, ka dhënë ndonjë efekt ansor, do të thotë neve kontrollojmë pacientin, mosën, tensionin, bëjmë domthonë ekzaminime të ndryshme, por se bëjmë edhe krahasimin e ndërveprimit ose kontraindikacioneve të borave, natyrisht që japim edhe terapinë dhe
dhe në këtë mënyrë mundohemi me bo mbulimin e pacientit, do të thotë kontrolla i bëhet direkt në shtëpi. Ndërsa roli i infermierit është roli mbështetës. Përshkrimi i terapisë nga ana e mjekut, infermierët, gati gjithmonë kemi 2 infermierë në teren me mjekun, infermierët japin terapin, bojnë pastrimin e plagëve. Tash kemi një numër të madh të infermierëve të cilët janë trajnuar për vendosjen dhe heqjen e kateterëve urinar e kështu me radhë. Do thotë kryejm shërbime të panumërta të cilat janë në dobi direkte të pacientit. Po, faleminderit. A janë të përgatitura familjet mjaftueshëm për të ofruar kujdes në kushte shtëpiake? Familjet do të ishin të përgatitura nëse do të kishte një vetëdije më të lartë shëndetësore. Mirë po, vetëdija e lartë shëndetësore të ne ende është, si me thonë, në vetëdijen modeste, përërshyese. Ata kujdesen, natyrisht që kujdesen për familjarin. Por, kanë edhe obligime tjera. Jeta është po dinamike. Pastaj, me njëherë implikohen rrethona dhe probleme të tjera, të cilat probleme atyre u pa mundësoj që të jenë koshient, të jenë, si me thonë, këngullës në sanimin ose kujdesin ndaj familjarëve të tyre. Është interesante të ta vrihet gjithmonë një breng. Përësit një breng, e cila breng të ta gjithmonë quen në një pikë. Nëse pacientit ose familjarët nuk ka humur që të pritit. Dhe ata gjithmonë ta shekan brengën sa i mos po vdes prej urije. Mirë po shkencërisht kjo nuk qëndron. Shkencërisht është krejtë boza është tjetër kohë. Sepse pacienti të zonë në stat terminal, kur është në ato 3 javët e fundit që janë të ndorë në për 3 stade ose poza, organizmi i tij nuk kërkon ushqim. Nuk i duhet ushqim, sepse ai organizëm i konsumon nevojat e veta ose rezervat e veta energjetike. Prandaj ekziston ajo mos dëshira për ushqim e kështu me radhë. Mirë po, çka është për neve interesant, është neve që ne t'i pindim familjarëse. Ta nuk kanë nevojë madhe për ushqim, ne mundemi me treti infuzive dhe s'ti ngarkojmë, të shkaktojmë problemet tjera, si që janë problemet me frymarrje, probleme me zemër e kështu me radhë, dhe t'ju japim kur ajo që japim këshilla fundet do ta kuptoj tjetër se gjithë të cilë që ka orë këtë botë dhe do të shkoj nga kjo botë, por se kujdesi është i domosdoshëm për të smundit. Doktor, faleminderit, një pyetje kam këtu nga Jakub Gëguri, ai më thotë kështu më shkruan. Çfarë pulsi të zemrës është e domosdoshme të lajmërohen në urgjencë? Më duket mua nga 60 deri në 100 është ajo sigurisht kufiri, apo jo? Po, pulsi ose frekuenca e zemrës normale është prej 60 rrojeve në minut deri në 100. Tash, neve nuk e bojmë ashtë madhe sa e bojmë për shembull disa qendra tjera botnore, për shembull saktësisht merren me këtë gjendje, por se edhe dhunat ndërkombëtare japin ato se deri 120 nuk është diçka shqetësuese, sepse zemra nuk është diçka statike. Zemra është e lidhur shumë mirë me lidhje tërthore me sistemin nervor qendror. Dhe të gjitha emocionet, të gjitha ndodhit mund të perceptuar prej sistemit nervor qendror në zemër dhe ajo të rrit frekuencën. Ajo rrit frekuencën edhe për shumë gjendje tjera, për shembull patologjike në organizëm. Mirë po, prej 60 deri 100 është normal frekuenca e zemrës, edhe deri 120 nuk duhet ta bojmë
as të madhe sepse ajo stabilizohet. Ndërsa, kjo gjendje ndryshon të fëmijët. Për shembull te i posa linduri, prej momentit të lindjes deri në moshën 1 vjeçare të ai lejohet edhe dikun rreth 150 roje në minutë, që nuk janë domethënë roje që duhet të ekzaminohen ose të Shqetësohet. se po vinë, apo këta. Do të thotë, me rritjen e moshës, ato nivelizohen prej 60 deri në 100. Faleminderit shumë në përgjigjen të cilin ja dërgove Jakub Gërgurit, dëgjuesit tonë dhe shikuesit tonë, i cili natyrisht po na përcjell përmes videos drejt për drejti. Doktor, kisha pyetur për pyetjen e fundit, cilat janë këshillat tuaja për fund për qytetarët, sepse do të kemi sigurisht edhe ngjarje tjera për të zhvilluar në këtë emision dhe ju falenderoj shumë. Na thoni për këtë? Po, këshillat kryesore janë që të qëndrohet në dhoma komode, me domethënë dhoma të komode ku ka mundësisht edhe ftuese, të cilat e nivelizojnë temperaturën me perde të lëshuara, do të thotë që të iket nga ndikimi direkt i diellit. Të përdoren sa më shumë lëndë dhe të evitohet alkooli. Domethënë, të mos ekspozohen në diell nga ora 11 deri në 15, të ndërpritën sportimet apo aktivitetet fizike, kjo vlen për të gjitha moshat, edhe tek sportistët e gjithë të tjerët, sepse prej kësaj kohe të orës 11 deri te ora 15, temperaturat janë shumë të rritura, madje po shkojnë deri në 40 gradë, aktivitetet gjithsesi duhet të ndolen për mos me orë të një goditje e mundshme në tru, e cila do të na sjellë pasojë të paripërrueshme edhe por nëse udhëtoni të keni gjithsesi me vjeti ujë. Do të thotë ujë për arsye se simptomat e para dhe më të rënda janë dehidrimi, humbja e lëndzeve, sepse në temperaturat larta organizmi avullon me avull dieta të ligjet fizike se humbet sasia e ujit, prishet balansi i kriprave, kaktohet dehidrimi dhe kështu që do të kemi pastaj gjendje alarmante për organizmin. Këto do të ishin disa pikat kryesore me të cilat duhet të mbrohemi, do të ruhemi prej ekspozimit direkt në rrezet të diellit e kështu me radhë. Falenderoj shumë, ishe i mirëseardhë, kisha kënaqësinë për këtë bisedë, për këto këshilla në këtë vap të madhe, edhe vërtet kujdesi shëndetësor të jetë në nivelin më të lartë për të gjithë. Ju falenderoj doktorët, takojmë edhe herave tjera. Edhe unë ju falenderoj juve, kënaqësia ishte imja. Ju përshëndes përzemërsisht, të gjitha të mirat. Dëgjuesit dashur, ju urojmë punë të mbarë, shëndet dhe jetë të gjatë natyrisht profesorit doktorit Isref Blakollit, i cili është udhëheqës i shërbimit paliativ apo shtëpiak, mjek specialist në ÇKMF në Podiev. Kemi folur siç e dëgjuat pra për nxehtësinë, për vapën, kështu që na ka treguar si të mbrohemi sëmundjet kronike, si të trajtohemi kështu me radhë. Faleminderit shumë edhe një herë nga mjeku, vazhdojmë pak me këtë përcjellje.